Dasi nga Qenur. Në satë që Bekloku çështjeve penale tashmë është rrethuar në çështjet civile dhe administrative, ka ende dëshimë të flasim faktën për rreth 10-11 çështje. A mund të thoni pra përsëri në cilat vite janë çështjet civile dhe administrative të cilat janë ende në Beklok? Dhe pyetja e dytë lidhet me kërkuesit, duke qenë se institucionet anëtar të cilat rezultonin ndodhësit në çështjet me karakter administrativ dhe civil. Ku është problematika e rekurseve ose ajo që në shihni në makro, ose problematika e rekurse që ka paraqesin në nivelin e lartë? Faleminderit për pyetjen. Atëherë, për sa i përket situatës në cilën ndodhen dy kolegjit e tjera, sepse për kolegjin penal unë e përmenda në deklaratë që tashmë nuk kam më Beklok. Kjo dhe fal punës së tyre, por ndërkohë dhe numrit më të pak të çështjeve që ka pasur ky kolegj në raport me dy kolegjit e tjera. Në vend të dytë është kolegji administrativ, i cili po gjykon aktualisht çështjet e vitit ka hyrë në vitin 2019. Por viti 2019 është viti me numrin më të madh të çështjeve dhe pastaj duke shpresuar që deri nga gjysma e dytë të ketë përfunduar ky vit, pastaj vitet e tjera do kalojnë shumë shpejt dhe ndoshta edhe kolegji administrativ do të jetë po ashtu si kolegji penal, ndoshta për 1 vit 2 vjet në këtë situatë të mos pasës së Beklokut. Ndërkohë që kolegji civil, që ka numrin më të madh të çështjeve dhe ka një ritëm shumë të lartë të çështjeve, po gjykon çështjet të vitit po përfundon vitin 2016 dhe është në vitin 2017 dhe tek tuk në një çështje e procedurës veçante të vitit 2018. Kjo është pak a shumë situata në të cilën ndodhet gjykata e lartë për sa i përket Beklokut. Në fakt, ulja 61% e Beklokut është sukses. Natyrisht ngelet pjesa tjetër. Janë rreth 39% të çështjeve që janë pa gjykuara dhe kjo nuk mund të na kënaq me faktin sepse kemi arritur sukses në uljen e Beklokut. Por ama është një trend që dëshmon për një punë serioze dhe të stërmendimshme të gjyqtarëve të gjykatës së lartë dhe të stafit ndihmës për të arritur në këto shifra që ne kemi sot. Për sa i përket rekurseve, në fakt unë çdo vit që dal përpara jush e evidentoj këtë fakt. Mund të pyes në kush që pse evidenton faktin, sepse në fund gjykata je drejtësi. Unë kam detyrimin për ta evidentuar sepse ajo që të bën përshtypje është që si ka mundësi që rekurset ende nuk bëhen në formatin që kërkon ligji. Tashmë me ndryshimet që ka pasur legislacioni procedural, sidomos pas vitit 2021, rekursi është shumë i standardizuar. Nuk mund të vijë çdo çështje në gjykatën e lartë. Nuk mund të kërkohet çdo lloj pretendimi në gjykatën e lartë. Dhe për fat të keq në rekursit që unë kam përmendur si rekurse të pasuksesshme, pikërisht është kjo arsye që shkaqet në të cilat ata bazojnë rekursit nuk janë të përputhura me standardet që kërkon pikërisht ligji. Dhe gjykata kur shikon që shkaqet e paraqitura nuk përputhen me ato 3 shkaqe ligjore, sigurisht që rekursin e konsideron hapësi të pabazuar dhe përredhoj vendos papranueshmërinë e tij. Ky është pak a shumë thelbi. Më shumë është e dukshme në çështjet me palë shteti. Pra, administrata publike ka një numër shumë të lartë të çështjeve në raport me individin. Pra, rekurset me më shumë mos sukses vjen re në rekurset me palë shteti në raport me individin. Po kjo është një thirrje që u bëhet si avokatëve të shtetit, si avokatëve privat, ashtu dhe prokurorisë, e cila nga ana e saj ka një numër më të ulët të rekurseve të papranueshme në raport me rekurset e individit. Po. Ndoshta ju duhet ta vlerësoni pozitivisht këtë fakt. Nuk e di nëse mund të quhet përplasje, unë jam treguar i hapur, unë kam një përgjegjësi të madhe, e para një herë sepse unë drejtor gjykatën e lartë, e dyta dhe për më tepër që jam një ndër hartuesit e reformës së drejtësisë. Dhe unë nuk mund të shprehem vetëm pozitivisht dhe me superlativa për çdo lloj gjëje që po ndodh. Sigurisht që unë do ta mbroj atë që të paktën bashkë me kolegët e mi e kemi hartuar,
arkitekturën, por unë mund të jep shumë kritik në mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi, dhe këtë e kam deklaruar në mënyrë të vazhdueshme. Natyrisht kam qenë i kujdesshëm, por kam qenë edhe më tepër kritik, ndoshta edhe nga ç'është duhet, për arsye sepse sistemi nuk po funksionon siç duhet. Dhe arsyeja kryesore është që nuk ka një planifikim të qartë nga organet e qeverisjes se ku duhet të shkojnë. Unë jo pa qëllim përmenda në këtë deklaratë përshtypje dhe numrin e gjyqtarëve. Unë vazhdimisht edhe në pozicionin e kryetarit të Këshillit Drejtues së Shkollës së Magjistraturës, edhe si ish drejtori i kësaj shkolle, e kam ngritur problematikën e numrit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që duhet të jenë pjesë e shkollës. Shkolla ka një numër të kufizuar, natyrisht të paktën ka shkuar deri në 80-90 kandidatë për magjistrat, edhe duke patur parasysh edhe këshilltar ligjor. Por ama është e papranueshme që edhe unë kam qenë tepër kritik ndaj Këshillit Lart Gjyqësor dhe Këshillit Lart Prokurorisë, që në numrin e planifikuar të kuotave në vitin e kaluar, nga 40 që kishte qenë më parë, kaloi në 20. Dhe këtë vit ajo kaloi në 10 gjyqtar. Dhe po ashtu edhe prokuror. Kjo tregon për një mungesë vizioni në planifikimin e çështjes. Për sa i përket pasaj mënyrës se si funksionon në tërësi i gjithë sistemi, padyshim që unë do përpiqem të jem realist në kritikat e mia, por unë kam detyrë që të ngrë zërin në emrin tim personal, por edhe në emër të institucionit që përfaqësoj, edhe në emër të asaj që unë kam hartuar së bashku me kolegët e mi, që kjo reformë duhet zbatohet me sa më pak dëme. Dhe në fakt, unë jam optimist për mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi. Pavarësisht se ka problematika dhe kritika do ketë në vijimsi, reforma po ecën. Reforma po ecën dhe ne nuk mund të jemi tepër të egzaltuar nga fakti që në arritur disa sukses, ashtu siç nuk mund të jemi edhe të mërzitur nga fakti që nuk po ecën reforma, por një gjë është e rëndësishme që kjo reformë po funksionon. Dhe fakti që po funksionon sigurisht që na bën që të ndihemi edhe më krenar për atë punë që kemi bërë, por nga ana tjetër të jemi dhe kritik për faktin sepse pjesa më delikate e reformës është aksesueshmëria, pra gjykimi i çështjes brenda afateve të arsyeshme. Dhe kjo e ka bërë situatën që çështjet të shtojnë backlogun e tyre nga viti në vit. Dhe në fakt pjesa më e dobët e reformës është pikërisht administrimi i sistemit. Dhe këtu dy këshillat, Këshilli Lart Gjyqësor dhe Këshilli Lart Prokurorisë, natyrisht duke e adresuar vëmendjen tek ekzekutivi dhe tek legislativi, por në mënyrë të veçantë tek ekzekutivi, i cili duhet të përgjigjet në të gjitha kërkesat që këto institucione kanë, nuk do të ishte kjo situatë sot. Nuk do të ishte situata as me godinat, të cilat janë në gjendje të amortizuara apo të papërshtatshme, nuk do të ishte kjo gjendje as me elementet e sigurisë, nuk do të ishte kjo gjendje as me numrin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Pra, e gjitha kjo ndikon që ky sistem